Ashtu siç ishte planifikuar mes ditën e së premtes, kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, zonja Voltana Ademi, priti në zyrën e saj ish futbollistin e Vllaznisë dhe kombëtare shqiptare Rudi Vata, së bashku me biznesmenin korean. Takimi i cili kishte për qëllim çështjen e presidencës së Vllaznisë, kjo pasi vet Vata, në bashkëpunim me disa bashkëpunëtorë të tij nga Korea e Jugut, kanë shfaqur interes për të marrë drejtimin e kësaj presidence. Sipas vet Vatës, nisur edhe nga angazhimi maksimal që ka shfaqur kryebashkiake Ademi, takimi në fjalë ka qenë mjaft produktiv. Kemi bërë një kërkesë zyrtare për të pasur ato informacionet që neve na nevojiten për t'i pasur në tavolinën tonë dhe për t'i studiuar me korrektësi dhe me vëmendje, në mënyrë që në bazë atyre informacioneve të jemi në gjendje të bëjmë një plan pune dhe të krijojmë një projekt i cili mund të jetë i vlefshëm dhe mund të pranohet nga Bashkia e Shkodër për të ardhmen e klubit të futbollit Vllaznia. Do kemi takime të tjera për të dalë tek qëllimi kryesor për rajonit, që është arritja e një marrëveshje me qëllimin e mirë për të bërë aksioner kryesor tek klubi i futbollit Vllaznia. Ne kërkojmë minimumi 51% të aksioneve tek Vllaznia. Dhe në momentin që këto aksione do të na vehen në dispozicion, atëherë ne jemi të gatshëm të investojmë. Nga sa bën të ditur Rudi Vata, ky ishte vetëm takimi i parë me stafit të tij dhe kryetares së Bashkisë Ademi, pasi gjatë periudhës në vazhdim gjithnjë, nëse ana e bashkisë do t'i hapet drita e jeshile bashkëpunimit, do ketë edhe takime të tjera pune në të cilat stafi i Vatës, në të cilin bëjnë pjesë edhe emra të tjerë biznesmenësh të fuqishëm nga Kosova dhe diaspora, do paraqesin propozimet e tyre konkrete për të marrë 51% të aksioneve të klubit të futbollit Vllaznia.